Me këto hynë këtu, apo së shfare? S'ka rëndësi. Nuk janë subjekte mbi 14 milion lek aktivitet. Për shikot se sa e bukur është. Për të kuptuar se pse e kanë inxhinieruar të gjithën, për të formalizuar, dhe unë e quaj amnesti kapital të thashë në fillim. Unë i vë emrin që ka. Paqe fiskale këto ramat vetja thot atyre në parlament, më kupton? Edhe opozitës. Që papritur e pas ka humbë gojën për këtë. E papritur opozita që ka shqetësuar për ata që do përfitojnë, po le më të përfitojnë edhe ata që ka do i falen gjobat. Le më i përfitojnë. Qeti, Zamiri, kujtun, X, Y, tjerë, Z. Nuk është ai problemi më i madh që kemi ne. Shko ç'a ndodh. Në pikën B të neni 6.3. Gërma B. Thot, që të kuptoj se si është futur deri në detaj të mekanikës së pastrimit të parave. Te kjo ndryshimi, domethënë, e drejta për ndryshim mbi 30%, pra nëse ka deklarim mbi 30% të diferencës sot. Aktive të tjera financiare, fshirja e shumave fiktive në zërin kërkesa të argëtueshme. Ç'a ndodh për ta shpjeguar dhe publikut? Ta thjeshtësojmë fare. Nëse unë jam një person që kam ardhur çun Londra, po e quaj veten çun Londra. Vi këtu marr një leje ndërtimi. Hap një kompani. Kam lek, po s'kam histori. Quaj veten çun Ekuadori. Çun Ekuadori. Vi këtu, marr një leje ndërtimi, kam lek. Kanë më shumë. Po për tani se duket se i kam kesh. Pra mora lejen e ndërtimit edhe dua të ndërtoj. I kam kesh. Tani më duhet marr në kontraktor për të më hap gropën, njëri për të më sjell skelën, tjetri do më sjell vinçin, tjetri do më jap llaçin, tjetri do më sjell betonin etj. Këtyre unë ja jap lekët kesh. Por ata nuk i deklarojnë dot kesh sepse ta ndalon ligji sot që ti deklarosh kesh. Ç'a ndodh? Unë vi them, shiko, më duhet ti si Xhevi që ke një kompani për llaçin, më duhet llaçi. Xhevi thotë unë ta sjell, thotë, po si do më paguash? Unë i them do të paguaj kesh. Sepse zakonisht, po ti shikosh, të gjitha këto kompani që fillojnë ndërtimet, janë kompani pa eksperiencë, të sapo hapura, dhe që nuk marrin as kredi jo. Sepse kanë kesh. Atëherë Xhevi më thotë mua, shiko, po unë s'mund t'i deklaroj kesh lekët e tua, thotë, sepse është kundra ligjit. Atëherë bjem dakord që Xhevi, unë do t'jap lekët kesh, po ti tek regjistrat e tu financiar, te bilanci jot, do thuash sikur unë s'ti kam dhënë lekët. Do quhet llogaria e arkëtueshme, pra që pritet të arkëtohet. Llogaria që pritet të arkëtohet. Më kupton? Quhet llogaria e arkëtueshme. Dhe çfarë ndodh? Ndodh ky paradoksi që në bilanc unë rezultoj sikur si kam paguar lekët, kur unë në fakt i kam paguar lekët, po thjesht i kam paguar kesh. Ligji thot tani që për të gjitha këto raste që janë me mira raste, sepse pikërisht llogarit e hapura të arkëtueshme të kompanive janë indicia e parë, gjurma e parë kur ti fillon dhe gjurmon para në pistë. Duke u nisë nga parimi që shiko, këtu nuk të bën njëri punë pa lek, po ti futesh te bilancet e kompanive thua këta kanë bërë gjitha punët pa lek. Po të futesh te bilancet e kompanive, shikojnë që llogaria e arkëtueshme është shumë e madhe. Po si ke punuar pa lek ti deri më sot? Se njëri që punon pa lek s'ka. Ligji thot kanë të drejtën të i fshinë, thot. Pra të tregojnë që shiko, unë i kam marrë lekët. Pa e pyetur si që ka kjo që i ke marrë lekët. Nga ku si pas ke marrë lekët? Cila është forma? Ku i gjeti lekët kë? Që ta ka paguar. Pra llogaria e arkëtueshme e panos, detyrimi borxhi që ka pano ty për llaçin që ti i ke çuar. Kush ta ka paguar, si ta ka paguar? Nuk thot ligji fare. Thot, nëse ti e gjykon, thot, kompania e gjykon, fshi këto, thot. Pra, është futur deri tek mekanika e procesit të pastrimit të parave. Në të detaj. Po, kush dyshon se është interesuar për këtë? Të gjithë ata që janë sot lavatricet më të mëdha të paras pistë në Shqipëri. Posaçërisht për këtë ne. Kush janë lavatricet më të mëdha? Se kanë ato mundësi të influencojnë deri te përgatitja e atij nenit? Po, unë nuk besoj se këtë nen e ka hartuar dikush tjetër për veçtyre. Të gjitha ata që deri më sot janë përdorur si lavatrice në kuptimin fizik të fjalës, pastrimit të parave, që po t'ju futesh në bilancë e gjen llogaritë arkëtueshme miliona euro, qindra miliona euro, llogaritë arkëtueshme që